Me rastin e festës së Fitër Bajramit, Argjipeshti i Arkidiocezës Shkodër-Pult, Imzo Giovanni Peragjine, ka përcjell një mesazh për miftyrin e Shkodrës dhe besimtarët musliman. Në mesazhin e tij, Imzo Peragjine thekson: "Shumë i nderuar Imam Muhamet Sytari, mifti i Shkodrës, shumë të nderuar vëllezër e motra musliman. Me rastin e përfundimit të muajit të shenjtë Ramazanit dhe të kremtimit të Fitër Bajramit, dëshiroj t'u drejtoj përshëndetjen time të përzemërt dhe urimet e mia me të sinqerta të gjithë besimtarëve musliman. Muaji i Ramazanit përbën një kohë të veçantë hiri dhe përkushtimi shpirtëror për besimtarët musliman, përmes agjerimit, lutjes së përditshme dhe veprave të mëshirës dhe të bamirësisë. Besimtari përpiqet të pastrojë zemrën, të forcojë besimin e Zotin dhe të thellojë ndjenjen e përgjegjësisë ndaj të tjerëve. Në këtë mënyrë Ramazani bëhet një rrugë e vërtetë e ripërtëritjes së brendshme dhe afërsisë me Zotin, por edhe një shkollë e solidaritetit, e drejtësisë dhe dashurisë në të afërmit. Fitër Bajrami që kurohet në këtë kohë të shenjtë është një ditë gëzimi dhe falënderimi ndaj Zotit për dhuntit e tij të shumta. Është një festë që fton besimtarët të hapin zemrën për pajtim, për mirësi dhe për ndarje të gëzimit me familjen, me miqt dhe në mënyrë të veçantë me ata që kanë më shumë nevojë për afërsinë dhe ndihmën tonë. Në realitetin e vendit tonë, të shënuar nga një traditë e vyer e respektit dhe bashkëjetesës ndërmjet besimeve të ndryshme fetare, kjo festë merr një domethënie edhe me të thellë. Ajo na kujton se për të dallimet tona, jemi të thirrur të ndërtojmë së bashku një shoqëri të themeluar mbi dinjitetin e çdo personi, mbi drejtësinë, mbi solidaritetin dhe mbi paqen. Në këtë frymë vëllazërie dhe respekti të ndërsjell, bashkohem me ju në urimin që Zoti i Gjithfuqishëm t'ua pranojë agjerimin, lutjet dhe veprat e mia të këtij muaji të bekuar, dhe që festa Fitër Bajramit të sjellë paqe, shpresë dhe bekime për familjet tuaja dhe për mbar shoqërinë tonë. Me urimet më të mira, me respekt, Imzo Giovanni Peragjine, Arkiepeshkev Metropolit Shkodër-Pult.